Në kohët e lashta, në qytetin e Shkodrës, 3 vëllezër vendosën të ndërtonin një kështjell madhështore mbi një kodër. Ditë pas dite, ata punonin pa u lodhur, duke ngritur muret e forta me gurë të rëndë. Por çdo mëngjes, muret shëmbeshin, sikur një forcë e fshehtë të mos lejonte ndërtimin e tyre. Të dëshpëruar, ata kërkuan këshillën e një plaku të mençur. Plaku i tha, kështjella nuk do të qëndrojë në këmbë nëse nuk bëni një flijim. Duhet të muroset brenda saj njëra nga bashkëshortet tuaja, në mënyrë që shpirti i saj ta mbajë kështjellën të qëndrueshme përjetësisht. Vëllezërit u betuan se nuk do t'i tregonin askujt dhe se ajo grua që do t'u sillte buke para të nesërmen do të ishte e zgjedhura për flijim. Por 2 vëllezërit e mëdhenj nuk e mbajtën fjalën dhe e paralajmëruan gratë e tyre, ndërsa vetëm më i riu nuk i tha asgjë Rozafës, gruas së tij të dashur. Të nesërmen, Rozafa mbërriti e para me një shport plot bukë për burrin e saj. Kur mësoi për fatin e saj, ajo nuk qau dhe as nuk u ankua. Me një zemër nën, ajo tha: "Nëse më duhet të murohem, ju lutem lëreni një sy të lirë që të shoh djallin tim, një gji jashtë që ta ushkej, një dorë të lirë që ta lethatoj dhe një këmbë jashtë që t'ia tundjepin." Me dhimbje të madhe, vëllezërit e mbajtën premtimin dhe e murosën Rozafën brenda mureve të kështjellës. Por siç ajo kishte kërkuar, një pjesë e saj mbeti e lirë për të vazhduar dashurinë e saj të pafundme për të birin. Edhe sot, kështjella e Rozafës qëndron madhështore mbi qytetin e Shkodrës, ndërsa nga muret e saj rrjedh një burim uji i bardhë, si një kujtim i sakrificës së saj të përjetshme.